Cilësuar si balkoni i Vlorës, Kanina është një prej fshatrave më piktoresk në qarkun e Vlorës, pse jo edhe në rang vendi. Një fshat turistik ku gjen të gërshëtuar historinë me bukurinë natyrore apo qetësinë që të fal pamja nga lart e Vlorës dhe ajri i pastër. Pikërisht Kanina, për të gjithë këta element që mbart me vete, është ndalesa e radhës e emisionit Ç'thot fshati. Një udhëtim në vendbanimin e lashtë për të parë nga afër disa gjurmë të historisë në të, por edhe faktin se si është prekur ky fshat nga investimet dhe zhvillimi i viteve të fundit. Ndodhemi në një prej fshatrave më turistike të qytetit të Vlorës, Kanina, e njohur ndryshe edhe si balkoni i Vlorës. Një pjesë e historisë të shkruar të fshatit thosë se është ndërtuar edhe përpara qytetit bregdetar, por pavarësisht le të themi zhvillimit apo edhe historisë ndër vite, ky fshat sot ka një sër problemesh. Banorët nuk e shohin fshatin në të njëjtin realitet si dikur. Sa më tepër vitet kalojnë, problematikat mbarten dhe nuk zgjidhen, dhe kjo ka bërë që Kanina sot të ketë një sër problemesh, duke filluar nga ujpishëm tek rrugët, mungesa e infrastrukturës, largimi i popullsisë, falimentimi i sektorëve ekonomik si bujqësia dhe blegtoria, por gjithashtu edhe pasojat të cilat kalën pas, kryesisht largimit të rinjve. Shpesh kaninjot do të mburen me historinë e fshatit. Madje sipas tyre historia shkruan se Kanina është ndërtuar përpara Vlorës, ku shpesh banorët e këtij fshati e thonë me krenari. Përgjatë udhëtimit në Kaninë, takojmë një intelektual të zonës, funksionar prej shumë vitesh si në sistemin komunist, por edhe në demokraci. Kasriut Hoxha, banori i Kaninës që vitet e pensionit i kalon në fshat, tregon se historia e fshatit është shkruar me gërma të arta. Sipas tij, Kanina është simboli i qëndresës kundër pushtuesve, simbol i njerëzve që dhanë jetën për liri. Sipas Hoxhës, ky fshat i vogël në lashtësi u kthye në mburojën e pushtuesve, duke mbrojtur Vlorën, si dhe duke luftuar për pavarësinë e vendit. Kanina ka një histori të lashtë mira vjeçare. Bile në atë kohë që s'kishte më kalaja e parë është e Kaninës. Ju këtu mbureni me faktin që është ndërtuar para Vlorës? Me të gjitha. Ne mburremi dhe kemi të drejtën e Zotit që të mburremi. Jemi krenar. Është ndërtuar para Vlorës ajo? Ndërtuar para Vlorës dhe Kanina e ka bërë Vlorën. Vlora ka ndarë një pasaj u bë ajo që u bë. Po Kanina janë të gjithë vëndalli. Çfarë historie të fshatit mban mend sot që flasim? Ose cila është ajo pjesë që do më tregoje? Do të tregoj shumë gjëra, unë kam një libër të tërë për atë punë. Shkurtimisht për ata që do na ndjekin. Këtë të më përpara unë, për këtë flas më përpara. Një fshat historik, ka bërë luftra, ka luftuar për sakrificën? Fshat historik, fshat me birllëk, me njëri tjetrin, me shkuarje, me mirësi, me fisnikëri, të gjitha veprimet që janë bërë gjatë kohës kanë qenë shprehje të fisnikërisë të këtij fshati. Të tregoj për martesat ata, të tregoj për çfarë tregojnë. Kush janë fiset më të njohura në Kaninë? Janë të gjithë të barabartë. Gjithë barabartë. Ti po thua kjo lidhja e ngushtë shpirtërore mes familjeve, mes fiseve, dhe nga ana tjetër edhe njerëzit cilët vinë, ruajnë traditat, ruajnë zakonet. Ka fisnikëri këtu nuk dëgjon një sherr, nuk dëgjon një grindje, nuk dëgjon një ambicie, nuk dëgjon një përgojim fare. Këtu janë të gjithë të pleksur. Vllazërime si. Këtu janë të gjithë të pleksur. Po a bëjnë për njëri tjetrin, vazhdojnë të bëjnë për njëri tjetrin? Çfarë duhet të bëjnë tash? Ta mbështesin nëse ka mundësi atlet që. Po patjetër.
Krenari më vetë është edhe ajo kalaja që shkojmë aty, kështjella e famshme si e Kaninës, një prej monumenteve më të vizituara. Ajo është shumë e vizituar, nuk është e mirë mbajtur, po tani po punohet për të. Edhe mendoj, me sa kam vizituar, do ta bëjnë siç ka qenë. Siç ka qenë kala. Shekullin 4 para erës së re. Shekullin e 4 para erës së re. Është nga kalat, është kalaja e parë, mund të them, që është bërë në Shqipëri. Kalaja e parë. Vazhdon të rezistoj dhe sot, aq ndërtimi fort edhe aq historik nga ana tjetër. Ka patu sa dëmtime kështu, po do i bëjnë dhe ato. Ishte shumë e vështirë, kanë marrë angazhim do ta bëjnë atë murin atje. Kanë para disa vjetësh. Tani më do ma mbyllësh me një varg të bukur që flet për Kaninën ose një dy reshta të asaj që çfarë ke shkruar ose çfarë ke lexuar gjatë viteve. Për Kaninën Perëndia, kur e pasi diell mbi det, tha: "S'është nga veprat e mia. Këtë mrekulli në botë dikush tjetër e ka bërë, do të ketë qenë tjetër Zot." Shumë e bukur, faleminderit. Emri Kanin, banorët tregojnë se është vendosur i tillë për të treguar mirëqenien, bollokun e fshatit. Mirëqenie kjo në zemër, bujari, prodhim bujqësor, histori e mbi të gjitha prona. Por Kanina sot, sipas banorëve, nuk lakmohet vetëm për këto virtyte. Ai bollok i kahershëm i kaninjotëve, të cilët zotronin hektar të tërë tokash bujqësore dhe ullishte, është kthyer në vëmendjen e oligarkëve, atyre që vinë nga Tirana apo qytete të ndryshme, e lakmojnë tokat e fshatit. Sipas banorëve është kthyer në vëmendjen e pushtetarëve, të cilët shfrytëzojnë pozitën për të tjetërsuar pronat e kaninjotëve. Kanina është një nga fshatat më të lakmuar të Besoj të Vlorës, apo jo? Po normal, fshati Kanina është fshati që është njojtë më para se Vlora. Dhe ka historikun shumë të hershëm. Po një kështu, pse quhet Kanin? Pse ka vendosur emrin Kanin? Tashi Kanin vjen nga fjala se do thot kam. Na kam edhe thotë Kanin. Pra ka bollok. Ka bollok, si kanë emrin atë kohë, të parë. Çfarë bëhet më në fshati? Fshati më shumë bëhet mend për Ullirin. Ullirin që është mira vjeçar, se nuk i dihet historiku që ashtu. Ka qenë mend me kapital. Me kapital. Tjetë me kapital? Edhe është edhe se po është me kapital, po jo, si duhet ishte. Ama, më the i lakmuar, sot është e i lakmuar pak për prona. Prona, tashi prona vetëm se prona nuk ka vajt akoma te Zoti. E prishi 7501 dhe nuk ka si mund vej. Po këto prona tuaja të kaninjotëve, kush i kërkon? Kush i lakmon? Po atë nuk e di, mund të lakmojmë shumë pushtetarët, ata që kanë parat, jo ne si marrim dot as dokumentat tona që kemi. Edhe ata jashtë Vlorë vinë kërkojnë. Po të gjithë ata që të vjetrit kërkojnë që kanë patur këtu nuk janë në Kanin, kanë me tapi kanë të vjetrat. Po çfarë ndodh me dokumentat e pronës? Pse janë të bllokuara. Janë bllokuar. Janë bllokuar nga shteti. Më shumë thon kur ankoheni kur veni. Po kur vemi bëjmë kërkesat atë do i japim dhe janë bllokuar. Çfarë pronash kanë Kanin? Unë? Po. Unë si person ka pasur mal dhe një 600 rënjulli. Asgjë s'ke në pronësi. Jo, sot jo. Sot asgjë s'kam. Ke frikë se mos ta marrin? Po ata kanë marrë, çfarë kanë frikë? Malin do e marrin ata. Një tjetër pronari. Malin do e marrin. Po? Malin do e marrin, nuk e dim këto tjerë se çfarë do bëhet. E për ironi të fatit, vetë banorët e Kaninës nuk po mundet të marrin dot dokumentacionet e pronave të tyre. Ligji 7501 është ai që parashikonte legalizimin e këtyre tokave. Vetëm në Kanin nuk po funksionon. Fshati është futur në vijën e verdh, e askush nuk mund të legalizoj pronat e hershme e ato të trashëguara nga i qyshrit. Madje, me largimin e kadastrit nga Vlora, bëhet gjithmonë më e pamundur. Shumë banor tregojnë se edhe shtëpit i kanë ende pa certifikat pronësie apo dokumentacion. Në Kanin, marrin apo legalizojnë pronat
ata që nuk janë fare kaninjot, por vetëm banorët e fshatit jo. Si që tregojnë edhe vetë shumë prej banorëve, rrezikojnë që nga fenomeni i gllabërimit të tokave të mbeten edhe pa shtëpi. Se e kanë marrë? Pse e kanë marrë? Po. E ndau 7.501 shkje. Ja dha pronën të Zotit? Jo. Pronos. Akoma s'është për të ardhur të i Zotit, edhe zhvjen më. Ti vetë për shumë ke prona? Po, vlezër jemi dy ne. Po. Dhe s'ke gjetur asnjë zgjidhje deri tani? Po jo. Unë kam 15 vjetë kam hedhë shtëpitë në legalizim edhe s'po i marr dot. Po çfarë ndodh? Pse nuk ta legalizojmë? Pse nuk ta japim? Ku di unë? Janë mbitruar të Shteti. Është shteti ai. Të sjell pengesa. Po ka sjell plot miri, jo. Sa vite ke harxuar me këtë problem? Po kam harxuar plot, kam harxuar. Po lek apo nuk po morr? Llogarit jo, lek jo, s'kam dhënë. S'ke dhënë. Po ke shpresë se ndoshta një ditë do ta marrësh? Po. Na shina i kanë hequr ka dasën e ka shpur në Tiranë. Është bërë edhe më e vështirë akoma. Na shi është. Po mirë, frikë se ndoshta një ditë do vish, do zgjohesh dhe do shohësh pronën tënde te dikush tjetër atë ndonjë pushtetar. Po. Nuk e di më atë. Ke edhe shpinë me pikë pyetje. Edhe shpinë. Unë i kam në troll të vjetë gjanë, kam tapit e vjetra, po që nuk desha të bëja këto të rehat, ja te i kam shpinë atje. Po për shpinë, do ta marrësh në një ditë ta bëjnë? Shpreson. Shpresoj, çfarë do bëhet, nuk e di më atë punë. Faleminderit shumë. Një pjesë e historisë sociale të fshatit vitin e fundit po mundohet të tjetërsohet. Kanina mund të jetë i vetmi fshat në qarkun e Vlorës, të cilit i është ndryshuar edhe hyrja e fshatit. Sot, Kanina ka një tjetër hyrje, ndoshta më të mirë në infrastrukturë, por banorët thonë se është burim aksidentesh. Gjithashtu banorët tregojnë se u është bllokuar edhe hyrja për në tokat e tyre bujqësore apo në ullishte, duke e penalizuar fshatin i cili ndër vite e kanë mbajtur frymën gjallë nga ullinj apo bujqësia. Kemi këto daljet në bypass, që na bëri bypassi. Ne në bypass nuk na kanë lënë rrugë ku të hymë për ullit. Ne në ullit në përbaqa tona, në të gjitha ne nuk kemi ku të hymë, sepse s'na kanë lënë një rrugë. Ky bypassi ka filluar me sot problemesh, fillimisht ndryshoi hyrjen. Po, që hyrjen e kaninës që na i mbylli, që ka qenë që në shekuj. Kjo nuk funksionon më mbyll. Hyrja kryesore tani është më mirë se më para apo ishte më mirë? Jo, ne kishim më mirë atëre, se ne kishim vetëm për vete, kurse tani i bie që dalim në rrugë kryesore dhe nuk dim nga hyme nga dalim. Burim aksidenti, po pikërisht. Mund të jetë bërë për ta shmangur kaninën, pra për mos hapë fare në fshat? Po, se dim, ndoshta edhe për të e kanë. Ka ndikuar kjo gjë le të themi te ajo pjesa e vizitave në fshat çfarë vin? Shiko, këtë nuk mund ta themi e kupton, sepse unë nuk është se mbuloj këtë sektor, por neve shumë na ka mbyllur. Disi. Mbylli tokat bujqësore. Tokat bujqësore, edhe në përbaqa tona që ne duhet vemi, nuk vemi dot, duhet i bjem i themi na bishti kaldrëmit, e të kthemi mrapa prap. E kupton? Patët një problem përpara ditës. Po, patëm aty te tokat bujqësore. Po, asnjë jo, nuk u zgjidh asnjë. U bë prap ne tani aty sikur të një njeri që të bën një zjarr apo një tutje, ajo është 2,80 metra e lart, nuk hyn dot asnjë mjet. Ashtu ja ulan me atë. Ashtu me atë që ata nuk ndryshon as me atë llamarinën. A me atë llamarinën? Nuk ka ndryshuar asnjë. Ti sot për vajtën tokat bujqësore duhet shkosh Vlorë, mbi shkallëdrëmit, vish prap lart. Në krahun andej po, Sa mund dish mësh? Tash mua më shtojnë 3 kilometra. Më shumë. 3 kilometra flasim rrugë amortizuar. Normal, Te ka penalizuar në ato sektor që ti bëm shumë të bujqësia të Mua për shumë më penalizon në të tjera. Mua personalisht, sepse kam tokën andej poshtë, plus që i morën me 2000 lek metrin, po do na mbyllin edhe hyrje daljet. E kupton që ne nuk e dim nga do kalojmë në këto toka. Po je i izoluar. Normal, po. Nuk do shkosh dot as në tokat e tua. Po, sepse këta nuk po na japin një zgjidhje për atë gjë. Këta thonë bëni kërkesë në ARSH, bëni ARSH, ja thotë jo e ka bashkia, jo e ka ARSH-ja, e kupton? Ja pasojnë topin një normal, nuk deri tani ne nuk dim nga do hyme nga do dalim, sepse deri tani kjo nuk ka mbaruar.
ja kam një baç atje, këta thonë do ta mbyllim hyrjen. Presë do të gjojnë ankesat tuaja. Se është e vështirë. Ne shpresojmë që të dëgjojmë, po. Ne qa po shikojmë, e me qa po bëjnë, është e vështirë. Faleminderit. Realitetin e dhimbshëm në të cilin gjendet Kanina e tregon fare mirë gjendja e rënuar e qendrës së hershme të kulturës së fshatit. Një vatër kjo kulturore e cila ka kultivuar artin, dashurinë për leximin, letërsinë, trashëgiminë kulturore, por edhe këngën dhe vallen e tabanit. Fshati i kulturës, por pa qendrën e saj kulturore, e cila është kthyer në një vend ku mund të gjesh vetëm stivat me dru të grumbulluar për të ngrohur përgjatë dimrit. Ndërsa për të kuptuar gjendjen që fshati Kanin sot, një fshat historik i kulturës, traditës dhe zakonit, mjafton që të shohësh gjendjen që është lënë vatra e hershme e kulturës, një godin ku kultivoi arti, trashëgimia kulturore, kultura, tradita, historia e fshatit, e lënë sot e degraduar. Me ndihmën e operatorit Besmir Koçiraj do doja që të ndiqim për pak momente atë gjendje që është lënë qendra e vjetër e kulturës e fshatit Kanin, një godin totalisht e rënuar e amortizuar mes lagështis ku nuk ka më as dyer dhe as dritare. Kjo është gjendja e asaj sot, por është gjendja e viteve të fundit, pasi kjo godin ka në të tillë gjendje prej vitesh dhe me siguri do të vazhdojë që të jetë edhe për shumë vite të tilla, pasi nuk ka asnjë projekt fond të miratuar për rihabilitimin e kësaj të fundit. Jo vetëm historia dhe trashëgimi kulturore, por Kanina është e njohur edhe ndërkombëtarisht për prodhimin e vajit të ullirit të një cilësie tjetër që nuk e gjen në rang vendi. Një cilësi premium e nxjerr nga Ullind Kalinjot, i cili ka marrë edhe emrin mbreti i të gjithë varieteteve të pemës dhe vajit të ullirit. Por pavarësisht cilësisë dhe vlerave ushqyese, ata që merren çdo ditë me kultivimin e ullirit dhe prodhimin e vajit, tregojnë se kjo punë nuk ja vlen më. Çmimi sipas tyre nuk e justifikon as pak mundimin, teksa për të shitur vajin nuk ka treg të sigurt. Vajin tregojnë se e shesin tek shokët apo miqtë e tyre, ku prej tij nxjerrin të ardhurat minimale sa për të mbajtur familjen. Problemi i shitjes së prodhimit të ullirit, të vajit, të ullirit, Tu doja të ndalesha pak. I shërbejmë dhe nuk dim pse i shërbejmë, se na ngelet stoqja aty. Sa vite ke ti që merresh për shumë me kultivimin e ullirit? Po unë kam qenë me baban tim e me gjyshin tim, po kam unë vite që nga që kur është bërë reforma në 91-shit. Që po merrem me ullit, bëjnë 10 kuntal, 12 kuntal vaj, edhe e shes pak nga pak sa për të ngrënë bukjes, nuk është puna. Një punë e vështirë për gjatë gjithë vitit, kujdesje, krasitje. Po, plerimet, gjitha, edhe në fund nuk marrim atë që duhet marrim. Të ardhurat që fiton janë minimale? Po të ardhurat vinë, po vinë pak nga pak dhe nuk duken. Pa të ardhurat ato janë. Mund ta quajmë vitin të paktën atë që ke ti gjatë historisë tënde personale, ndoshta më të keq për nga prodhimi, për nga shitja. Jo, unë nga që u bëj shumë shërbime ullive, u marr vit për vit. Ulli, po problem kryesor kam vetëm shitjen e. Po pse nuk blen njerëzit? Çfarë? Por nuk e di, çmimi ult. Kanë mbjell ato fshatrat andaj nga Fieri, nga lart, kanë mbjell ata ullit. Edhe ulin çmimin. Plus që shteti pje vaj nga jashtë, ka marrë vesh. Ndërkohë, çfarë ullin kultivon? Unë kam vetëm ulli Kaninjot. Kanina është një fshat i njohur historik për ullirin më cilësor. Për ullirin Kaninjot. Edhe ndërkombëtarisht, me sa thonë. Po, e vaj i Kaninës është i njohur kudo dhe ulliri Kaninës. Një ulli me shije, ulli me vaj, një ulli që po t'i shërbesh t'i jep, por janë këto problemet kryesore. Ulliri ka qenë baza e fshatit, dër vite për ekonominë flas. Ka qenë edhe është edhe do të jetë, mendoj unë. S'ka asnjë kulturë tjetër që mund të bëhet në Kaninë. Ne edhe ato pak fusha i kemi edhe poshtë, i kemi lënë të gjithë djerë. Me ulliri merreni familjarisht? Po.
familjarisht. Nëse do të duhet një ditë që gjesh punëtor, a gjen dot, s'është edhe Është shumë e vështirë dhe për punëtor. Tash sa do punoj, unë vajta 72 vjeç. Sa do punoj unë? Fëmijët janë të ikur në emigrim, vetëm unë me gruan që merrem. Kur gjinojnë punëtor dhe ata kanë rritur çmimin, po dhe nuk punojnë, po është e vështirë të gjesh një. Dhe nuk ja vlen që. Po s'ja vlen fare. I ndan të ardhurat i ndan me punëtorin. Po ti si fermer, si kultivues ulliri, ke marrë një mbështetje nga shteti? Jo. Nuk kemi marrë që edhe vetë si jemi interesuar, po nuk e di, ndoshta duhet të kesh shumë, si i bëhet, nuk e di. Po Nuk pret e në marrë. njërë që të marrësh mbështetje? Po në ranë, aq më mirë. Të ka dëmtuar kjo në atë që farë kultivon? Po si s'dëmton. Se në qoftë se unë do marrë të ardha në fshati, atëherë do vete ta gjej punëtorin, në shteti. Do vete ta gjej punëtorin me aq sa kërkon ai. Dërsa sot e ke bërë me gjitha me forcat e tua. Po ç'a të bëj? Pret më mirë? Po. Shpresat asnjëherë s'u mbasin. Ma mbyll me një apel, çfarë do i thojë pushteti si ati lokal, si ati qendror në arkun e këtij Tash unë do t'i them vetëm këtë që t'i kthejnë syt në Kanina, sepse Kanina është një fshat turistik, një fshat që i jep pamje qytetit dhe një fshat që vetëm kulturën e ullirit ka. Por banorët e Kaninës nuk e kanë të vështirë të shesin vetëm ullirin apo vajin e tij, por edhe të shesin ushqime. Në rrugën kryesore të fshatit gjendet një market i vogël, i cili është në kushtet e mbijetesës. Administratorja e tij tregon se ka ditë që nuk shet fare. Kaninjotët sipas saj janë larguar, teksa në fshat kanë mbetur shumë pak banor. Po ashtu, edhe ata që janë preferojnë më tepër të blejnë në Vlorë sesa në dyqanet e fshatit. Këtë punë administratorja tregon se e mban vetëm për të siguruar të ardhurat minimale për familjen e saj, asi për të nxjerrë fitime nuk diskutohet. Këtë njerëz lodhesh. Se s'ka njerëz. Se kur ka njerëz ka lëvizje, ka punë, ja kaq. Shumë e varfër çdo gjë. Ke një biznes të vogël familjar. Punon? Shumë pak. Ka ndikuar largimi i njerëzve apo ndoshta edhe ekonomia? Po në të gjitha bashkë. Ekonomia, largimi të rinë, po na ikin. Ndjalin andejt, pjesa tjetër ca në Vlorë, sa larg. Të gjithë janë ikje. Po flasim për një fshat jo shumë larg Vlorës. Po, Nëse plaga e popullsisë, le themi, largimi i popullsisë ka mbritur dhe këtu, po ikin. ka të rinj Kanina sot që flasim. Po ka, po shumë pak. Ata e bëjnë jetën këtu në fshat apo kryesisht në Vlorë? Dhe ata që janë, mendojnë se do ikin për një të ardhme më të mirë. Po pse, çfarë nuk ofron? Çfarë të ardhme Po s'ka këtu. Ulliti ke të papunuar të gjithë. Ja ne që jemi brezim, ne po merremi. Fëmijët nëse nuk qëndrojnë, nuk vazhdohet më puna. Po Kështu në do jetë. pikpamje turistike, ka marrë ndoshta? Ka shumë ndryshim. Ka ndryshim. Po, Po a ndryshim. mjafton, le themi, që të shtoj ato? Dëgjoj, gjithmonë turizmi sjell të ardhura, po si thuash, do financë që të hapen punë të tjera. Nuk ka, për mua është gjë e pakët. Pra banorët janë, le themi, Ullin të që është varfër. baza e Kaninës, ullin jetë gjithë papunuar. Thash, shumë pak janë që i mbajnë, i punojnë se nuk jetojnë dot. Ndërkohë Me familjet 3 muaj që ti ke ulli, po 9 muaj çfarë do bëj? janë ekonomikisht të varfra për të ndërtuar një biznes Po, apo një patjetër. sipërmarrje Po caktuar patjetër. në turizëm. Patjetër, unë shumë jam 30 vjeçare këtu. Unë s'kam qenë këtu, unë kam qenë lart. Po? Mua më ka rënuar totalisht. Sa xhiro bën në ditë në biznes? Po s'ka fare, Ka dhe ditë që s'ka fare. po s'ka fare. 2 veta kanë kaluar sot. E kupton? Jo se nuk ushqen, po shkojnë dhe në qytet, se ka gjëra më shumë. Kjo është. Edhe Kanina. biznesi e ka të vështirë nga ana tjetër. që Po, ta po mbasë. zgjirova nuk sjell dot. Po nuk xhirova nuk sjell dot. Po mirë, ku do Furnizim. shkoj kjo situatë, se shohim që vetëm largohen. Kanina është e varfër, thash, nëse do jetë kjo situatë, do ikë rinia e gjithë. Unë kam djalin madhin e kam në Itali, të dytin e kam në shkollë të mesme, profesionale. Nuk e duan Kanin, se nuk ka të ardhme. Ai madhi nuk mendon të kthehet. E do shumë të kthehet, po S'ka mund. Ndërsa i vogli ka mundjen të emigrimi që tashmë që flas mendon që sa të vi koha dhe unë do largohem. jo. Do që do ri. Do që të ri. Por pa mundësitë ekonomike dhe mund ta Në qoftë se ne punojmë shumë fort
për këtë pjesë të jetës që ne na ka ngelur, shpresoj të ri. Në qoftë se ne nuk i kemi mundësi, do ik. Nëse do t'i bëja një apel pushteti, çfarë do i kërkoja? Çfarë ti kërkoja? Ka shumë gjëra për të kërkuar. Nga padrejtësia e para që më zbër mua, nga padrejtësia e para. Që unë një 30 vjeçar që unë kam këtu, siç isha brenda me 30 vjet kapital më ka dhënë për jashtë. Sido që të ishin situatat, jam njeri që kam jetuar, kam kontribuar, kam investuar. Çdo gjë duhet të dëm shpërblet. E mori atë madhi në rrugë. Edhe asnjë mbështetje, asnjë gjë. Me forcat e mia. Na shteti zero. Për 3 ditë duhet dalësh për jashtë. Si unë dhe këta që janë krah. Do të thënë kemi përjetuar, kemi vite. Po ç'a të bësh? Kështu shjeta. Në Kanin gjen njerëz me shumë halle e me pamundësi ekonomike. Një prej tyre është edhe Sania Kondi, e cila jeton në banesën e rënuar që rrezikon çdo ditë shembjen. Një banesë mes lagështisë, e cila përmbytet, e familja prej 3 antarësh jeton në një strep pa çati, të përshtatur me tra druri dhe plasmas. Sania në rrëfimin e trisht thot se në këtë shtëpi jeton prej vitesh me 2 djemtë e saj, të cilët kanë probleme të shëndetit mendor, të praktisur nga babai që në vegjëli, i cili nuk mendon për ta. Në apelin e saj i drejtohet me dorën e zemër të gjithëve, që kush ka mundësi të kontribuojë për të ndihmuar sadopak, të paktën për një stret ku të fus kokën. Sa vjeç je? Jam 60. I kam në 60. Ku jeton sot? Hajde Po, shkoj. urdhro. Ka të shqetësuar ja, si ashtu, kështu. Urdhro, jetot kështu. Urdhro, vlla. Si jetojnë, si argjin. Shikoj një çik. Urdhro një çik këto. Urdhro, e di se ishin këto mbushur me ujë, a di ti kam vajtur Sa unë. vite ke qeton kështu? Unë kam 26 vite, po thuj që banore Vlorës, pas një lloj dokumenti Këtë këtu. banesë? Po, Si janë kushtet? kam qenë 4-5 vjet, kam qenë 4-5 vjet në një shtëpi, më ndo që tjetri kam ardhur këtu. Thash unë kam 4-5 shtëpi që kam ndërruar. Po si janë kushtet sot që do ma përshkruash? E di si mushen këto me ujë o ti. Po. Ngrim që se me sa bë, kullonjë edhe qatit uja, shi. Shi. Me Në kë vjen jeton? këto. Me kë Shi si jeton? jenë. Me kë jeton? Shi si janë. Unë nuk hedh dot furt këtu. Me kë Të pja jeton? djallë të më qesh kur doj. Po, me kë jeton? Unë e 2 fëmijë. I ke 2 djem, apo? Po, 2 djem. Spartakun dhe Oltion Laze. Spartak Laze dhe Oltion Laze. Si është gjendja atyre? Gjendja atyre, ai janë kthyer në stres, se ra kjo, ra qatia, gdim në orën 2 të natës, ata u tronditën jashtë mase. Ke vendosur plasmas dhe drur aty, ke Po, që i djali një top, a i s'fin të gjumë o ti, Rob. Ke frikë se të zë brënda? Po i marë fëmijët, i marë një gitonët. Si ja bën kur ka shi? Kur ka shi, ne edhe me atë lete, ne këpusin e nga bëhet këma uj. Uj, për kokë të fëmijë, nuk shtrojmë. Atë tapeta, atë rrugë. Shi, më vdekshin fëmijë. Jo, më falë. Dale. Shi, dhe që ka mushë një topë fëmijë pas. Shi. Ja me që ka mushur. Të u bë kështu, na ujë që asunte, sa u qa komplet kjo. Shi si janë murit. Me qa ka ardhur arqeton? Shi. Me qëfar meresh? Jo, unë nuk... Tërpja për djallë qesh kur doj. Jo, se sësh... Qa të bëjane në imbizulli që më je bota, përse vapë. S'ka bas një loj dokumenti. Me bin mjekësore jam Ma ashtu. bëj një apel për ata që ndjekin, qëfar do u thua? Qëfar kërkon? Qëfar ndihme do? Unë dua të fus kokën. Një shtëpi. Një shtëpi. Se kam 26 vite, jam lutur si Krishti, do me thëmë Vlorës, për mos të qenë prej politisë, kunetërve. Ku fle gjumë? U do flëm në detë të mbyte me, shi. Shi një që këtu, shi. Sa edhe në përka, në brishte këtu djali këtu, sa u di u bët ku të këzi. Shife si jam këtu, u di zot një shie. Po fëmijët ku flenë? Ha? Fëmijët ku flenë? Ja këtu. Ja, një mbaj, këtu një. Sa vjeç janë çuna? Ja, edhe këto, shi. Një dere të gjitha për jasat, thash.
Ja, një djeri për jashta janë ujë të thash. Uja, qo dorën ujë. Po fëmijët qa moshe janë? Janë 30 e ca vjeç. Po janë në punë, punojnë në një vend? Po qarë, ikë në qëro bajga gjithë ditën. Ku ma mos kam shkërim me këndin. Asu i lanë ata shesit ka që vite, si për kran, fjanë e mire gurin trat, një pja gjellë, asu nua jetë një bot, e një si një, a i do gërërin ka thove bajga jetë një të bukë që se lë njëri për ngërëm. E kus nuk na kanë dhimuare për një të bukë, e në qësë kushime. Njojtur e i panjotur, edhe ku kalon të gjadele, i vend të varë dhe kalojnë këtu e atje, këse është tjetëri habitës me shpitona. Të brezës në për kanin, po jete, një shpi si kjo, atëre do thuat vërtet këtë drejt. Shi! I njohur në fshat si DJ Landi, një tjetër personazh tepër i veçantë i jetës sociale që takon në Kanin. Landi në vegjëli ka humbur shikimin, e është i verbër, por kjo gjë nuk e ka ndalur asnjëherë, as pak të vazhdoj pasionet e tij. Ai sot punon si DJ, teksa shumë nuk e besojnë që ai luan edhe futboll. DJ Landi jeton në Kanin prej vitesh, ku për emisionin që thot fshati, më shumë se të flas për veten, veçantin që e karakterizon, dalet dhe flet për një problem madhor të fshatit. Sot Kanina sipas tij nuk ka ujë, teksa fshati furnizohet vetëm 1 orë në ditë. E për gjatë beharit, kryesisht uji ndërpritet edhe për ditë me radhë. Ai tregon se uji që vjen në çezmat e banesave të tyre nuk konsumohet për të pirë, teksa thot se ujin që konsumojnë familjet e blejnë. Kjo gjë sipas tij ka bërë që për ujin e pishëm të harxojnë 2 fish. Balkoni Vlorës, fshati turistik i Kaninës. Besoj një bukuri e vërtet natyrore, e cila le themi e shijoni edhe ju si banor zonës, apo jo? Po, patjetër po. Por si gjendet fshati sot? Cilat janë problemet kryesore? Kush është problemi, ta nisim nga më madhori për juve? Po, problemi më madhor. Dihet që Kanina është shumë afër Vlorës, shumë pak kilometra larg nga Vlora, dhe problematike më e madhe e Kaninës besoj se është uji me orë të kufizuar. Duke qenë që jemi shumë pak kilometra larg. Sa orë uji vjen në ditë? Teres 1 orë në darkë. Në çfarë oraresh kryesisht? Po nuk është se ka një orar kështu, po besoj 6-7. Është me presion, është i mjaftueshëm për të plotësuar gjitha nevojat familjare? Te disa familje ka familje që pothuaj se s'marrin dhe fare. Shumica e Kaninës nëse nuk përdor pompa, nuk do marrë ujë fare. Sa vite ka kjo situatë, temi, me ujin e pishëm duke u fokusuar aty? Po që kur kam lindur nuk shuhem mbaj mend. Ka vite pa ndryshuar apo? Po, pa ndryshuar fare. Po uji që vjen në robinet, a e konsumoni, a e pini, a është i pishëm? Unë në shtëpi jo, po besoj se edhe shumica e Kaninjotëve jo. Është i pistë? Po, besoj po, sepse duke qenë që ne ujin për të pirë e blejmë në shtëpi, besoj se është i papërdorueshëm. Ama i papërdorueshëm dhe me orar të tepër të kufizuar, por sërish e paguani. Po, e paguajmë dhe besoj se paguajmë të barabartë me ata që kanë 24 orë. Sa të shkon fatura në muaj? Po këtu janë standarde. Nuk është se unë e kam standard, nuk e afrofe, po. Dhe e blen duke harxuar 2 fish, le të them, vetëm për ujin e pishëm. Për mos të thënë dhe 3 fish. 3 fish, nëse vendos pompën, sigurisht edhe energjia bën punën Po, e saj. sepse janë konsum dhe të energjisë dhe të ujit që blejmë. Pret që të zgjidhet kjo situatë në vazhdimsi e ujit të pishëm. Po tani duke qenë që po rregullohen disa gjëra, e ne shpresojmë që dhe kjo të zgjidhet sa më shpejt. Ama ti the jo gjithë fshati ka ujë, ka ditë që rini pa ujë? Po, ka raste për shkakun vinë një ditë po, një ditë jo. Behari është edhe më i keq besoj. Behari po, absolutisht po. Nëse për ta mbyllur, nëse do t'i bësh për sa i përket ujit të pishëm një apel, le të themi, pushteti, çfarë do i kërkoje, çfarë do i thoje? Për të hidhin dhe një siktena Kanina se 5 minuta është me makinë.
Kështu që t'i shihni një këto tubacionet, oraret, më mirë do ishte. Por jo vetëm mungesa e ujit të pishëm, por Kanina nuk ka as rrugë të lagjeve. Segmentet kryesore rrugore të brendshme në brendësi të lagjeve të vjetra të Kaninës, si dhe ato liset mes tyre, janë të shkatruara. Janë ndërtuar sipas banorëve në kohën e komunizmit, e prej atëhere deri më tani kanë mbetur në të njëjtën gjendje. Edhe rruga drejt varrezave të fshatit e degraduar po ashtu. Banorët thonë dhe ankohen se të kalosh në këto rrugë të merr frika. Rrugët e lagjet janë cop-cop. Lagjet të shumë që janë pa rrugë. Do me thënë Kanina me rrugën që erdhëm ne ishte asfaltuar. Po deri aty. Deri aty, po. Pastaj nuk është trirë në brendësi të lagjes. Jo. Si janë kushtet e rrugës në brendësi të lagjes? Ja, shikoj. Ja si. Edhe më keq. Ja do vesh kalak. Po. Zho rrugë e kalasë aty, ka që me ka drëma. Sot është degraduar. Sot ja si shikoj. Pa kaloni dot, a ngjiteni dot për shkakun për në kala? Po ngjitesh, ngjitur, po që s'është rruga siç ka qenë. Po këto rrugët në brendësi të lagjes kanë parë ndonjëherë ndonjë investim? Do shikojnë apo s'kan parë? Asnjëherë. Do shikoj. Sa të vështirë ke të kalosh? Për të kaluar kalon nëse s'është problem. Po është problem se nuk aty mund të ishte me makinë, do kaloj me makinë do varesh poshtë. Dili bie ende vërtet. Po ndërkohë që flasim ti besoj vjen edhe me makinë. Të dëmtohet kur kalon në këto rrugë, është arsye pse dëmtohet? S'kalon fare makina ande. S'ka rrugë për makinë. Shkëmsore vetë. Jeni anko? Pse do ankojmë? Pse? Kush do vi? Kush do i bi? Po këtë gjë. Pa ke shpresë do bëhet një ditë? Po. Do bëhet. Çfarë shqetëson më shumë sot Kaninë? Cili është problemi? Në Kanina shqetëson se ndash të ndihesh, ndash mos të ndihesh, puna që ndorë me vënd siç ka qenë. Një rrugë që duhet për lagjet nuk bëhet, se se dëgjon njeri. Sa vite ka kështu? Që kur kam lerur, asnjë ndryshim. Ja dhe këtë e kam bërbetur, këtë rrugë këtu që e t'ju. Do të ti po më thua që ke vënë nga lekët e tua për bërë rrugën. Po që kush i ka bërë? Asnjë gjë fare. Fare. Unë vetë kam qenë. Me 7 fëmijë sa kam vetë. Ja rrugë e lagjes, i parë jam unë kam bërë davaqe të dilë dhe rrugat vetë dhe vareza. Po? Nuk më rridor njeri ose ka shumë shpenzime. Kjo të qonë vetëm të varezat apo janë shumë familje? Kjo është shumë familje lagja e gjithë. E gjithë lagja? E gjithë lagja, dhe Si poshtë. quhet lagja? Karajysej. Karajysej? Karajysej. Sa familje mund t'jenë në të? Janë 7 familje. 70? Po. Po këtu familje janë ankuar ndonjëherë? Po, që do të ankojmë, po do t'jakosh. Heqi një krye plak, e vorje tjetër. I kemë më i madh, ha një më i vogël. Asnjë gjë fare. Kemi thënë të hapet rruga aty, jo se ka, janë muret. Mure, guri, kur do të i bërë fare. Po mirë, këtu kur ankohesh shumë, ç'a thon? E zëm se ankohesh. Kur ankohesh tu, je burri më i lik, po ankohesh. Po ku do vej kjo gjë? Çfarë do bëj? Kjo do vej, si që ka marrë rregullimin, do dal fundi. Ke shpresë do bëhet një ditë? Sa mbeti madh. E ke humbur shpresën? E kam humbur fare. Jo si plak, po masë të rrit. Si rrjedhoj e mungesës së investimeve ndër vite, jo vetëm rrugët e fshatit që janë shkatëruar, por e rënuar dhe jashtë çdo funksioni është edhe një prej rrugëve kryesore për të ngjitur në kalan historike të Kaninës. Banorët që jetojnë aty pranë thonë se shkallët prej guri, të ndërtuara qindra vite më parë, kanë rëshqitur ku prej vitesh asnjë investim nuk ka patur për rehabilitimin e tyre, ndonse përfaqësojnë një vendkalim për një vend historik, kaq të lashtë, kaq shumë të vizituar në çdo stin. Kanë ardhur një qitë hoj këtu. Dalë këtu që i kthej lartë, se s'di rrugën më vërte, i bje rruga këtu dhe shpjej. Kjo rrugë e kalas ju çon? Ja për 5 metra dhe kështë kale, ja është për dhe kalasa jo këtë e puri. Po mirë mo, nga e gjëjnë të huaj, se s'ka ka bet. Njërë kjo u dhe këte. Teleferiku i cili ka funksionuar për 30 vite përgjatë sistemit komunist, në Kaninë rrezikon të shembet e të marrë para disa shtëpi të fshatit. Ai po mbahet vetëm nga një kavo çeliku, e cila nga dita në ditë rrezikon të këputet, duke rrezikuar banorët. E ky teleferik që shihni në pamje ka shërbyer për transportin e gurve nga Shashica në fabrikën e çimentos,
prej vitit 1991 është në të tillë gjendje, kohë kur edhe doli jashtë funksionit. Prej 4 kavove të mëparshme të transportit, tashmë ka mbetur vetëm një, e që rrezikon edhe i fundit të këputet. Gjithashtu është rrëzuar edhe shtylla ku furnizoheshin vagonët me gur në afërsi të Shashicës. Pavarësisht problemeve që mbart ndër vite, fshati Kanin ka tërhequr vëmendjen e të huajve. Janë pensionistët, kryesisht italian, të cilët kanë zgjedhur të blejnë shtëpi në Kanin e të jetojnë në fshat. Ata tregojnë se janë tërhequr nga bukuria natyrore, qetësia dhe ajri i pastër që fshati ofron. Jetën e tyre thonë se e bëjnë mes Vlorës dhe Italisë. Come ti chiami da dove vieni? Io mi chiamo Guglielmo, vengo da Catania. Quhen Guglielmo dhe vi nga Catania, Sicili. Sono da 2 Prej 2 vitesh jam këtu në Kanin. Abiti qua? a Kam Canina. dhe shtëpi dhe jetoj në Kanin. E kam zgjedhur Kaninën për paqen dhe qetësinë. Tranquillità. Bologna troppo Në Vlorë shumë rrumuj. casino. Come passa il giorno? Vabbè. Kanin ditën e kaloj me pasionet e mia, duke qëndruar në shtëpi me qend, E poi pasës dhe poshtë në fshat apo të shtëpisë. un po' in Albania. Chi sei? Da solo. Në Kanin jetoj vetëm, shkoj shpesh edhe në Itali. Isha në Sicili jam e kaluar ku qëndrova për 15 ditë. Ogni tanto vado poi, ritorno qua. Herë shkoj në Itali dhe më pas kthehem sërish këtu. Nuk zgjedh dot mes Italisë dhe Shqipërisë, nuk mund të bësh krahasime të tilla. Qui vivo come pensionato. Jam këtu si një njeri në moshë pensioni. Nuk qëndroj për gjatë gjithë kohës në Kanin dhe nuk mund të them se si është jetesa këtu. Che cosa che hai visto? Un po' la pulizia. Por duhet përmirësuar pak pasërtia. C'è da dire sulla pulizia. Patjetër që ka fjalë për të thënë për pasërtinë e rrugëve, por gjithsesi njerëzit janë shumë mikpritës. Për shkak të rëndësisë, potencialit që paraqet për zhvillim, por edhe perspektivave të larta për zhvillim turistik. Disa vite më parë, Kanina u përfshi në paketën zhvillimore të 100 fshatrave turistik. Sipas projekt ligjit të parashikuar vite më parë, në 100 fshatrat më të bukur të vendit, do të kryeshin disa investime madhore që do të përmirësonin jetesën, ashtu si edhe shumë premtime të dhëna nga pushteti ndër vite. Edhe kjo paketë zhvillimore parashikuar për fshatrat si Kanina, me sa duket mbeti i thjesht në letër, pasi për fshatin vitet e fundit investimet kanë qenë me pikatore.